Nëse fëmia im ha akullore ose ha gjëra të ftohta, a më bëhen grykët ose infeksioni i bajameve? Përgjigjja është jo. Nuk është absolutisht e vërtet. Pra, fëmijës i jepini sa të haj normalisht gjëra të ftohta, akullore, kasata. Normalisht për fëmijët nën 3 vjet do ishte mirë që mos të konsumonim gjëra të ëmbla, dhe të mundohemi të bëjmë gjërat sa më mirë vetë dhe jo të ambalazhuara të përpunuara. Por gjërat e ftohta ose uji i ftohtë na ndihmon shumë nëse ne kemi dhimbje të fytit ose infeksione të bajameve ose kemi temperaturë, sepse na freskon pjesën e fytit, na jep gjithashtu dhe përmirësi në lidhje me uljen e intjes, edemës, që krijon në bajame dhe uljen e dhimbjes. Prandaj gjërat e ftohta rekomandohen. Dhe gjëja e dytë, nëse fëmia shkon në det dhe kemi të themi që ka erë ose ka korrente në shtëpi, a ftohet? Përgjigjja edhe për këtë është jo, pra ne nuk ftohemi nga korrenti ose nga djersa, po ftohemi nëse unë ose dikush tjetër ka një virozë dhe me anë të spërklave transmetojnë fëmijës. Ju përshëndes.